Hyrja e Luiz Zellit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka trazuar menjëherë ujëra duke krijuar një klim të rënduar psikologjike, veçanërisht për Rogertin, i cili është faqur tejet i revoltuar që në momentin e parë. Pas përplasjeve verbale dhe ofendimeve të ashpra që shoqëruan mbërritjen e fituesit të Big Brother VIP 2, konflikti është vendosur edhe në hapësirën e dhomës së gjumit, duke mos lënë vend për qetësi as gjatorëve të natës. Teksa Luizi po pushonte në shtratin e tij, Rogerti është afruar te krevati dhe ka marrë valixhen e këngëtarit. Me një objekt në dorë, ai ka nisur ta godas vazhdimisht dhe fort valixhen, duke krijuar një zhurmë të madhe në dhomë, me qëllimin e qartë për të provokuar dhe për të mos e lënë Luiz Zellin që të fle. Megjithatë, pavarësisht zhurmës dhe presionit të hapur për ta nxjerrë nga vetja, Luizi ka zgjedhur të mos reagojë fare, duke vazhduar të qëndrojë pashqetësuar ndaj këtij veprimi demonstrativ. Me këtë veprim që po bën Luizi, pra duke qëndruar i indiferent, ai po acaron edhe më shumë Rogertin, i cili tashmë po komentohet negativisht nga publiku dhe njerëzit jashtë, pasi duket që çdo gjë po e bën për vëmendje. Gjithashtu, Luizi ka vendosur që Rogertin ta lërë që të turpëroj veten, pasi nuk ka punë me të, ndërkohë që të gjithë po thonë që edhe njëherë ju kujtuaj gjithë loja e bukur dhe shakat që Luiz Zelli bënte në Big Brother VIP 2, ndërkohë që këta persona këtu dëshirojnë vetëm të ofendojnë dhe të zihen dhe nuk po bëjnë asgjë të bukur për të parë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.